kërkojmë mbrojtjen tonë, kërkojmë mbështetjen tonë, strehimin tonë, nga syni që kur shleton, nga zemra që kur shfrygohet, nga nefsi që gjithmonë kërkon dhe nga duaja lutet që kur pranohet. Nga varë për atyri që kur lutim të na pranohet lutja duaja. Nga varë për atyri që kur e kujtojmë Allahun, ta shoqëtojmë atë me një pikë lotin në njëherë. Ta uisim synin me lotin e imanit. Dhe kur e kujtojmë Allahun, zemra e jonë ta nin atë. Të qoftë që imani është përfaqësor, nuk arrihet sikur vaditet një pemë, misri, kollomoqi, grosha, vaditet pemë, apo nuk e arrin uji në raj, por i rrjedh një rrjedhje si përfaqësore. Ai sa arrit ja prodhimin e duhur. Do të jetë veshkut, do të jetë e pa dobishme. Dhe kur bëjmë doat, na e pranojnë Allahu xhaleshanuhu. Që shta imami, jemi para një situate që unë kam qenë në Shqipëri pa vajtë sako, që të vëllezërit tonë shkup në vende tjera, ka nollë e fatkeqësi, po shumë bukur tha imami dhe kjo duhet ta kemi parasysh shumë mirë. Sa ai na e tërhoqi vëmendjen. Allahu në rrofta atë dhe në gjithëve. Që ne duke thënë që vallai kjo nollë që çfarë bën Zoti. Jo, që çka bën robi. Por ne duhet bëjmë atë që duhet një musliman me bë. Me reflektuar në mas mundësi që kemi. Ku qoftë me dua, me lutje ose me një nim kontribut. Dhe Allahu na ka mësuar pejgamber, Hazreti Ibrahimi alayhis salam kur nuk hante buk vetëm. Por deri çdo vakt që hante pas hante buk, deri rreth shtëpisë me pa në njëri se mos kalon që të hante buk me te. Musafiri, dhanja nims është bereqet, është begati. Sepse shtëpia kanë probleme, se nuk hahet buk më dhe për shtëpia. E fton kafe, e në restorant, se nuk dënë me lullë drur, gruja së dënë më lullë, shtëpis i hum bereqeti, i hum mirësia. Pse dikur ka pas bereqet, ma pak ka pas dikur, po të shikojmë ashtu, ama bereqeti ka keni malë. Pse është hangër buka, është më doaja në shtëpi. Ta shkush bën doa, hajnë në restorant, ku i bën doa, as horë si bën me bën doa. Ja ma gjëmatit thjesht, ka lo blekhana atje, ku e bën doa këtu, hajgare bën ti, hajtë të hamet pimë të qëmë. Ose shtëpia ka khususien e vetë, it's privacy, ka atë privatekun, ka atë skutunimin e vetë që Allahu ja ka dhanë. Shtëpi, votër. Dhe njëherë Imam Alia, studenti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte piklu dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh mazun të mërzitshëm pejgamberi. E dinte se ka njoft studentët, si imami që duhet me njoft xhamatin. Ko ka hallën këtë? Si e robi shtëpisë, ai zoti shtëpisë ja përsmonit, kuptohet. Që shkon shtëpi, më sakran dejun, po shkon tesë në shtëpi. Që e njeh fëmijë çka ka, kush ka hall, kush ka hall. Në shikim i njeh. I thot çaki, thot ja Rasulullah, ka një javë që s'm ka hangër, thot kush bukën në shtëpi. Kam frikë se mos kam bën ai gjëna, ai gabim, edhe më është illnu Allahu një dëshan. Një javë, edhe është mërzit. Kur u zbrit ajeti në Allah Gjereshanu, ato të cilë të shpenzojnë pasurinë e tyne, natën, ditën, sheftasi, haptasi, për të s'ka frigës piklim, ato ka gjennetin. Kur Imam Aliu e digjoj këtë ajet, kishte 4 dirhem, $4, euro që më themi sot, dhe i mori, një e shpenzoj natën, dytin e shpenzoj ditën, tretin e shpenzoj haptasi dhe katërtin e shpenzoj në sekretë o mshafsi. Kjo është pra që dhëtë pejgamberi bellu anni o lo aje. Përqoni mesazhin tim edhe nëse është një ajet. $1, €1, €1. Në luftë Kosovës, që ka qenë një mrekulli e shekullit kaluar. Edhe këtë shekull sa të ishte, ka përcyll 98, 99. Që ka qenë një njërim që Allahu Gjereshanu ju bani që qoj i fortat më të mëdha e botërore me një munece, unë bashkë me ju. Amerikën, Britaninë e tjerë. Për Zoti Murad, Allahu i qënë atë sebepet. Se këtu ka pas burra gjithmonë. Nuk ka plam tokën Kosovë që mos ketë gjak shahidit, gjak martirit, gjak dëshmorit.
S'ka, është e pa mujtën. Çdo plam në Kosovës, e tokës Kosovës, është e ujitën me gjakun e burrave, dhe të nanave fisnike që i kanë qëndru robnisë. Pra Allah gjë në shonë që, po kush ju ka ndihmu gjithë bota? Unë jam dëshmitar. Në Amerikë, që është veni më i përshtatshëm për hapjen e islamit kush dën, ati kanë mbledhur nimat pa llogaritshme për ju. Unë jam dëshmitari i saj. Kam pa me sytë e mi, gratë muslimane dhe jo muslimane kanë dhënë atij. Jo vetëm se kjo është çështje njerëzore, është islame. Se ne me botin imi të lidhur në vllazni njerëzore, human brotherhood, një vllaznim botnor, njerëzor, ma ne vjen vllaznim islam, kuptohet mbi bazimin që jemi ne vllazën të një komi. Janë me hallka këto, me nivele. Të ullan motat muslimane në për Amerikë, Kanada, deri në ishujt e Karibjeve, Venezuela, Brazilia, Argentina, të ullan atë altanin që i ka qelluar natë ka adhuru për hatër për mi arnim Kosovës. Vllazërit tonë shkup kanë nevojë. Meftenia ka gjerë kushtrimin, pse jo kushtrim? Që t'i ndihmojmë me mundësitë që kemi. Me mundësitë që kemi, sa do pak, do dalim nga xhamia për derisa ne ta shoqënojmë namazin e xhumas, hutben me një diçka nga sadakaja ose nga zekati. Edhe sa është një shumë krejt simbolike, se tek Allah gjithëshon nuk ka kur pak, por ka cilësi. Si a jep Allahut ti, çfarë mënyre jep Allahut? Allahu nuk ka nevojë për kem, sa jep ti, si e jep ti. Si e fal namazin ti o Burhanuddin ti amone. Si e përshëndet vllanat njeriu tjetër ti. Si qasës asaj pune. Si shkon me atë, si shkon me këtë. Si e zekatin, si e sadakatin. Nuk ka hajgare me Allahun. Pra kërkohet që secili prej nesh ta shoqënojë namazin e sot. Jo se po gjithmonë po sidomos sot me diçka nga sadakaja, nga zekati. Që të pashtrohet. Thot një hadith i shenjtë, trajtoni smurit tuaj me sadaka. Trajtoni, jo shëroni. Allahu shëron, hua shafi. Por trajtoni smurit tuaj me sadaka. Aty ka njërës smur, aty ka njërës plagosur, aty ka njërës që ka nevojë me sadaka. Sadakaja është burhan, është evidencë, është provë. Dhe hadith këtë tjetër thot, i shenjtë thot, runje, mbronje pasionin tuaj me zekat. Mbronje, mburoj me zekat. Pasionia më e madhe që kemi ne është mendja që na ka dhënë Allahu gjithashtu. Ma ne vjen imani, besimi, ma ne vjen vetja jonë, nga abuzimet të ndryshme të arrujmë shtetin tonë, ma ne vjen familja, vjen meren, vjen punë. Runje, pra mbronje, pasionin tuaj, pasionia është edhe shtëpia, por nuk është e gjitha. Pasionia është edhe elektrike në bankë, nëse nuk e ke përzime me një interes. Pasionia është shoqënia mirë. Pasionia është sahbeti mirë. Shkumja mirë njëri me tjetrin. A ka pasioni më të madhe kur e takon vllain, mos të atëre këto me një buzëqeshje, me një sadaka. Runje, i lutë Allah gjithashtu që na bëjë për atyre që mundohen me apliku islamin me vepra. Na bëjë për atyre që të jemi të lidhur njëri me tjetrin. Na bëjë për atyre që mundohen gjithmonë me shkuën rrugën e marr, kjo është gjithmonë mendimin e Allahut gjithashtu. Na bëjë për atyre që jemi gjithmonë që ta ruajmë vendin Kosova. Unë kam lënë Shqipni në konflikt Shkodrës. Por për mua Kosova ka kënë ashtu do të jetë. Edhe nëse do vdishë dikun të vendet tona, kishte qenë më vërosë Kosovë. Pra në Kosovë, është, gjithë vendet kuptohet, amanet i secilit për jush. Mos mundohet kush me ikë, se ka njërës që mundohen me kriju imazhin ose mananat kuptimin se ky vend nuk bëhet. Ky vend s'duhet gjatë. Ky vend ka marru, Shqipni këto fjalë një për ditë. Ka marru, është i mallkum, ka skadu. Ka s'duhet gjanë, me ikë, me shku, me ba.
Kjo është istikami jonë, kjo është vepra jonë, kjo është vendi jonë, kjo është vendi jonë, dhe duhet të arrujmë atë me gjithë mundësitë që kemi. Lutë Allah Gjellëshanut na bëjë për që jemi ambasador të Islamit dhe të vendit ku jemi. Kurse harroj takimin e parë që kam pas me Naim Tërnave, me ftia jonë, me Reshet Mejidin, me Ahmet Ramen, herën e parë në anor të 82-shit, por e prezenca atyne, qasja atyre, më dha me kuptu se për Kosovën, Shqipni kanë pas folë fjalë të mira në kohë komunizmit. Janë mundu me na kriju përçamje, si kur jemi dy popuj, si kur ju jeni jo të mirë. Kjo ishte qasja atyre. Por atë mënyrë si ata u qasën banë mu që unë të vijën Kosovë dhe ka marrë në kokë Shqipnia ishte e myllun për mu. Se ishte i kërku nga regjimi atëherëshëm. Kosovë vije këtu. Më ndonë se ishte e pushtume. Prapë se prapë njerëzileku, mirësia që kishit ju, ishin ato që më nepshin mu gradësin time, që se nuk ka ishën në gjeni ta merën nga vendlinja atje. Lutë Allah Gjellëshanuve që të në arrujnë gjithën dhe ti mshirojnë të gjithat që kanë punuar për Kosovën, kanë në shpirtin për Kosovën. Dhe të bëjmë për ty që jemi gjithmonë gatshëm për të limu dhe në asaj rasti për të fliju. Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام المسلمين يا رب العالمين وانصرهم في كل مكان يا الله يا غفور يا رحيم اللهم احفظنا واحفظ اولادنا واجعلهم قرة عيون في الدنيا والاخره يا رب العالمين اللهم تب علينا واغفرنا وارحمنا يا مولانا يا كريم تذكرون ما اقول لكم وافوض امر الله ان الله بصير بالعباد. اقيموا الصلاه.